Njeriu i mençur gjithmonë interesohet se si të arrijë sukses. Për shembull, nëse është me një punë, interesohet se si të aftësohet në punën e tij me qëllim që të paguhet më mirë. Për shembull, nëse ka hap një biznes, interesohet për metodat se si të funksionon biznesi i tij në formën edhe mënyrën më të mirë, në mënyrë që të ketë sukses. Bujku interesohet se si ta punon sa më mirë arën e tij, në qëllim që të ketë sukses, të ketë bereqet nga ara e tij. Andaj, kështu është edhe besimtari, interesohet se çka duhet me bon këtë dunja, me qëllim që të ketë sukses në botën tjetër. Kështu u interesu edhe sahabiu i nderuar, Muadh ibn Gjebeli, radiallahu anhu, kur me një rast e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam duke i thonë: "O i dërguar i Zotit, apo më tregon se cilat janë ato vepra që më dërgojnë xhennet e që më ruajnë prej xhehenemit?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ktheu: "O Muadh, ke pyet për diçka shumë të madhe, shumë të rëndësishme. Andaj ajo çka do ta dëgjosh pas kësaj, kërkon përkushtim, sepse nuk është gjë e lehtë me fitu xhenetin edhe me shpëtu prej zjarmit të xhehenemit. Kërkon mund, kërkon sakrificë." Andaj i tha veprat ja numëroi pejgamberi alayhi salatu wasalam, fillimisht tha: "Beso Allahun dhe mos i shoqëro në adhurim atij asgjë. Me besu vetëm Zotin e Madhreshëm dhe në këtë besim mos me përzi asgjë tjetër. Pra është vetëm Allahu i plotfuqishëm, ai i cili na ka krijuar dhe ai i cili meriton për t'u adhuruar." Pas kësaj tha: "Fale namazin." E mëson pejgamberi alayhi salatu wasallam Muadhin dhe nëpërmjet tij na mëson edhe neve se vepra që na çon në kopshtet e xhennetit dhe na ruan prej zjarmit të xhehenemit është falja e 5 kohëve të namazit. Pra, fali 5 kohë të namazit ashtu siç i fali pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe siç i falën gjithë ndjekësit e tina. Fale me vetdije se pyetja e parë që do të bëhet kur do të dalesh para sunduesit absolut në ditën e gjykimit është se a ke qenë prej atillëve që e ke fal namazin. Pastaj agjeroj Ramazanin, jepe zakatin dhe nëse ke mundësi krye haxhin. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes Muadhit se këto janë veprat që të dërgojnë në xhennet dhe të ruajnë prej zjarmit të xhehenemit. Mirë po, të dashur vëllezër besimtar, hadithi vazhdon edhe me tutje. Është hadith i gjatë, po munduana me i tregu pikat kryesore. Pasi që ja numëroi këto vepra kryesore pejgamberi alayhi salatu wasalam Muadhit, se këto janë shkak për ta fituar xhenetin dhe disa vepra tjera, në fund i tha, e pyeti pejgamberi alayhi salatu wasalam, e pyeti Muadhin, i tha: "O Muadh, e di se çka mundet me u bë shkak që me humb shpërblimin për gjithë këto vepra?" Sigurisht se po, i dërguar i Zotit. Pra u interesu tashti Muadhi edhe u përgatit për këtë përgjigje të pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse tanë këtë sakrificë, tanë këtë mund me e bo besimtari, edhe në fund krejt këto mi u shkatërru, sigurisht se kana një çështje madhore ajo që po t'i shkatërroj ka gjitha këto punë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e kapi gjuhën e tij dhe i tha: "Kujdesu për këtë o Muadh." Muadhi disi i habitur i tha: "I dërguar i Zotit, a do të merrmi në llogari edhe për atë çka e kemi fol?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam e përgdhelin krahorin e tij, si në shenjë përgdhelje, i ra mbrapa shpinës duke i thonë: "Të pas nona Muadh."
A mos val njerëzit hidhen zjarmin e xhehenimit për diçka tjetër, pos asaj që e kanë korrur me gojët e tyre. Të dashur vëllezër besimtar, nga kjo hutbe e xumas, duke pasur në konsiderat këtë shpalesë që e bona para jush të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkoj që të keni kujdes të harroni gjuhën tuaj, sepse kjo gjuha bëhet shkak me ta hup namazin tënd. Kjo gjuha bëhet shkak me ta djeg agjerimin tënd. Kjo gjuha bëhet shkak me ta humb vlerën e sadakas që e ke dhënë. Kjo gjuha bëhet shkak me t'i humb shumë vepra që ti nuk je përkujdesur vetëm për shkak të asaj se çka ke folur. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu e fol një fjalë të cilës nuk i kushton fare rëndësi, shpif për diçka, përgojon diçka, pa e zbulu fare argumentet reale të asajna, thot hidhet në zjarmin e xhehenimit, qëndron me vite e vite, Allahu alem si do të jenë vitet në botën tjetër, sigurisht se nuk janë sikurse vitet e kësaj dunjaje, vetëm për shkak të një fjalës që e ka thonë pa e kontrollu atë, ka shpif, ka përgoju, mirë ai për veten e tij. Të dashur vëllezër besimtar, në hadithin e njohur që shpesh e kemi prezantuar para jush, se kur i pyeti pejgamberi alayhi salatu wasalam sahabët e tij se a dini kush është i bankrotuar, i falimentuar? Dhe kur gjithë mendonin se i bankrotuar, i falimentuar është ai i cili nuk ka dinar, nuk ka para në xhepat e tina, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha jo, i bankrotuar është ai person i cili do të vjen ditën e gjykimit me namaze, me agjerime, me zekate, me haxh, e me shumë punë dhe vepra të mira, mirë po ka shoh dikan, ka shpif për dikan, ka prek nderin e dikujt, ka vrar dikan, e krejt këto do të vinë dëmqor që ju ka bë dëm, të dëmtuarit në fakt, do të vinë, krejt atyre që ky ju ka bë dëm, dhe do të marrin hakun e tyre. Do të marrin të mirat e këtij personi, namazet e tij, agjerimet e tij, haxhin e tij, zakatin e tij, sadakat, veprat e mira të tij. Dhe kur ti përfundojnë gjitha, do t'i hidhen të këqijat e tyre këtij personi, dhe ky tha pejgamberi alayhi salatu wasalam është prej bankrotuar. Por ky është fundi i njeriu që edhe pse falet, agjeron, e ka bërë shumë vepra të mira, mirë po nuk e ruajti gjuhën e tij, nuk e ruajti nderin e tij, shpifi e përgojoi, për këtë shkak ai do të hidhet në zjarmin e xhehenimit. Të dashur vëllezër besimtar, sot përballemi edhe me një problem tjetër që fatkeqësisht mediat se kanë atë rolin e mirë me të informu, po të njëjtën kohë dinë edhe me i keq interpretu lajmet dhe me i deviju njerëzit. Sot kohëve të fundit shohim se si njerëz keq përdorin madje edhe fen për interesat huaja. Tradhtojnë veten e tyre, tradhtojnë shtetin e tyre, tradhtojnë fen e tyre vetëm për të arritur interesa të tina. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam tha se musliman i mirë është ai i cili janë sigurt njerëzit nga gjuha e tij, nga veprimet e tina. Andaj dëgjojmë sot lajmet ndryshme se filan personi i cili u falke buni këtë vepër. Edhe çka njerëzit tjerë duke mos e kontrollu gjuhën e tyre, çka thonë? Që islam. Të çka është feja? Që ku të shon feja? Kjo është gabimi shumë i madh të dashur vëllezër besimtar. Nuk ka mundësi, është logjike që për gabimet e shoferit me u fajsu mjeti. Mjeti është kriju, vetura është kriju, është projektu për inxhinierit, që ajo me funksionu si duhet, janë vendosur shenjat komunikacion, dhe nëse njeriu nuk respekton shenjat, i jep veturës me shpejtësi të madhe, edhe bën ndeshje, a duhet me u fajsu mjeti a shoferi? Sigurisht se do të fajsuhet shoferi. Pra ai ka pas fajt. Kështu është të dashur vëllezër besimtar, edhe me ata të cilët deklarohen unë jam besimtar, unë jam musliman, e në anën tjetër bëjnë veprime të pahishme,
Pra, feja absolut nuk ka të bëja asgjë me këta persona. Andaj duhet me pas kujdes me rujt gjuhën, se disa nga budallakia e tina çka thojnë? Thojnë, çish ka thot feja? Çish ka thot Islami? Jo, feja dhe Islami thot atë çka thojnë hoxhallarët, të cilët janë të autorizuar nga Bashkësia Islame. E jetë çdo kush me e morr epitetin edhe me u deklaru si hoxha dhe me dhon vajzë, me dhon ligjërat. Pra, secili që është i autorizuar, sikur sa ai mësuesi, ai mjeku, ai ushtari, secili që ka marrë një certifikat, një autorizim prej ndonjë institucioni, vetëm ai ka të drejtë, pra me dhënë deklarime në fushën që i takon. Edhe këtë të kemi kujdes, se sot fatkeqësisht njerëzit i kanë rru profesionet. Hoxha po të bëhet doktor, doktori po të bëhet hoxh, mësuesi po të bëhet hoxh, ai tjetër po të bëhet inxhinier, kështu me radhë. Këto zotën janë gabimet më të mëdha që ndodhin në jetën tonë në këtë dynjë. Andaj të dashur vëllezër besimtar, sikur njerëzit të vetëdijsohen dhe secili të shikon punët e tina dhe të merret me atë që është i autorizuar, pra nuk do të kemi probleme të tilla. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam për ta përmbyllur këtë, tha ai që nuk falenderohet për të mirën, ai që nuk e respekton amanetin dhe ai që nuk e don adheun, nuk ka besim. Pra gjitha lajmet çka i ndëgjoni, kur mulluhen me mvesh fes diçka, vetëm që ki hadith të përmbledh edhe ta jep përgjigjen e gjithçka. Secili që mundohet me e keq përdor fen, me e keq përdor shoqërinë, me e keq përdor institucionin, pra bjen kundërshtim me këtë hadith që e prezantova para jush. E lutem Allahun që të na udhëzon rrugën e drejtë, të na ruan Zoti i Madhreshëm nga mëkatet e gjuhës, si përgojimi, shpifja, përçarja. E lutim Allahun që të na jep urtësi dhe të jemi larg pamës në përballjen e rreziqeve që na vijnë në maskën e fesë. E lutim Allahun që ta ruan rinin ton nga devijimi, ta forcon besimin ton, ta mbroj shtetin ton, ta bekoj popullin ton. E lutim Allahun që të na bëj prej atillëve që flasin vetëm drejt edhe largohen nga padrejtësia. Walhamdulillahi rabbil alamin.